ai është këndvështrim tjetër, është këndvështrim i regjisorit se si të shikon ty si personazh në bazë të portretit që ke dhe të dhënave psikofizike për të dhënë atë karakter dhe atë personazh. Nuk është se ti ke mundësi zgjedhje. Është tjetër gjë pastaj kur ka një audicion, në cilën në këtë audicion ti duhet paraqitesh dhe pastaj nëse fiton për atë rol. Kështu që kryesisht funksionon me atë çfarë ka në kokë regjizori, se si e do këtë personazh dhe pastaj fillon dhe gjen aktorin nëpërmjet fotove, nëpërmjet videove, nëpërmjet punëve që ka bërë aktori dhe pastaj aty ka një tabel ata që përdorin kryesisht që vendosin fotografitë dhe aty fillojnë përzgjedhje pastaj që kë do marr për këtë, kë do marr për këtë, kë do marr për këtë rol. Kështu që është një punë shumë e madhe puna e përzgjedhjes së aktorëve në kinema. Nuk është e rastësishme që sot duhet të bëj filmin unë dhe hajde dhe po marr 4-5 aktorë dhe hajde të bëj filmin. Duhet të mbushet në mendja e regjisorit cili portret, sepse kinemaja është këtu. Është një si punë e kamerës që kemi tani ballë, dhe pse është ajo që do të japi pastaj dhe është ky imazh që ai do shfaqë përpara spektatorëve.